Ose Halili e ka tafën familjare, kështu si. Po s'ka lidhje në respekt për familjarën e Matoshit. Po në politikë s'ka familje. Edhe fatkeqësia, po, pikpyetjet e kuvendit dhe qeverisë. Tash pikpyetje mirë nuk e shohun prej kondit negativ edhe pikondit keq. A ka pikpyetje, gjithë ka pikpyetje, gjatë e 4 ka pasur edhe qeveria që ka nejtë 4 vjet. Me vetë vendosjes të azoj me guxon edhe me atër. Po, i ka ndollë 3. Edhe çka quajmë qeveri stabile. Një qeveri stabile e cila nuk nuk ka vetëm humbja e numrave, sa ata numra aty nuk përfaqësojnë killat e dardhave, po përfaqësojnë votat dhe me legitimitetin që ju vjen nga procesi zgjedhor. Edhe si i tillë, ata deputet aty nuk janë ish numra. Ai po që është statistikisht njërë empirike kështu numër, matematikor, po nuk është një numër i përveçëm, është sasi e votave mjaftueshme të cenzusit qytetar, trupes elektorali që ka qef Matoshi me qujtë. Edhe si e tillë, gjatë ne nuk ka jo legitimitet aty, as jo demokratike. Ne po flasim jo legitimitet, ne po flasim një potencial për të kapacitetin votues. Që recordem lyp konsensus gjithë nacional, qeveri unitetit kombëtar atëherë po mojna zgjedhje, pi takojna 4-5 lider të mëdhaj, edhe ulni burra dhe gra, vendosni se Kosova është para sfidave të mëdhaja, edhe leni këto modi formalisht zgjedhje vetëm në mënyrë nominale, demokracinë. Demokracia substanciale